Dhëndri i tij, prapa kamerave, i ka thënë insajderit se e gjithë familja janë shokuar kur kanë dëgjuar për rastin. Arsimurina nuk ka pasur probleme asnjëherë me askënd. Familja e Arsimurinës ka hapur dyert për ngushëllime. I njëjti mbrëm privoi nga jeta ish-punëtoren e tij Nexhmie Haradinin dhe më pas bëri vetvrasje. Dhëndri i tij, prapa kamerave, i ka thënë insajderit se e gjithë familja janë shokuar kur kanë dëgjuar për rastin. Sipas tij, Arsimurina nuk ka pasur probleme asnjëherë me askënd. Viktima për 8 vite ka punuar në biznesin e tij, tash e disa muaj po punonte në një gjelltore tjetër. I gjithë krimi ka ndodhur në njërin prej nënkalimeve në fshatin Stanovc të Vushtrisë.